Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio u takua me Papa Leonin në Vatikan këtë të njëjtën në një kohë tensionesh në rritje pas sulmeve të presidentit amerikan ndaj udhëheqësit të Kishës Katolike lidhur me luftën me Iranin. Departamenti i Shtetit tha se takimi ishte një shenjë marrëdhënie të fortë dhe rinovimi i angazhimit të përbashkët midis Vatikanit dhe Shteteve të Bashkuara. Rubio, i cili shërben gjithashtu si këshilltar i sigurisë kombëtare i Trump, kaloi 2 orë gjysmë në Vatikan përpara se të largohej në masa të rrepta sigurie. Takimi me Leonin, i pari mes Papës dhe një zyrtari të kabinetit të Trump në gati një vit, duket se zgjati më shumë se sa ishte planifikuar. Videoja e Vatikanit tregoi Rubion duke i dhënë Papës një top të vogël prej kristali, ndërsa Leoni në këmbim i dha sekretarit të shtetit një stilolaps të vogël të bërë nga druri një pemë ulliri si simbol i paqes. Rubio takua gjithashtu me zyrtar të lartë të Vatikanit, përfshirë diplomatin e lartë italian kardinalin Pietro Parolin. Leoni, papa i parë amerikan, shkaktoi zemërimin e Trump pasi u bë një kritik i vendosur i luftës SBA Izrael kundër Iranit dhe politikave të ashpra anti-emigracion të administratës Trump.